të Partisë Demokratike Flamurnoka, një lumë akuzash ndaj drejtuesve të policisë, duke nisur nga kryepolici i ri Skënder Hitaj, dhe presim se çfarë zhvillimi do ketë kjo proteste e Partisë Demokratike në këto momente. Kordoni ka qenë i fortë që disa metra nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Igli, nuk e di nëse je në linjë. Po merita të dëgjoj në këtë momente zotin Noka, pasi ka mbaruar fjalimin, po drejtohen në drejtim të selisë së Partisë Demokratike, shoqëruar nga deputetët e tjerë të Partisë Demokratike dhe nga protestuesit, që duket nga pamjet e drejt për drejta, që për cila dyshenen zoti Noka po drejtohet pra në rrugën që do të çon drejt selisë blu. Demokratike, pas pak do kemi edhe Anesi Baramemaj, ndërkohë që presim se çfarë mund na komunikojë në vijim edhe gazetarët Fiorella Beleshi dhe Ervin Koçi mbi këtë protestë që ndoshta edhe po shkon drejt fundit, por mos ta themi ne fjalën e fundit. Këtu presim të gjitha detajet nga terreni. Zoti Asimja, për ju kjo protestë e shtatkombëtare e Partisë Demokratike? Tani qëllimi i shpallur i protestës është largimi i ishit në këtë protestë në sot apo jo? Se zakonisht keni qenë pjesë e protestave. Në fakt. Qëllimi i shpallur i protestës është largimi i qeverisë. Në fakt objektivi real, mendoj që është mbajtja konstante e presionit mbi qeverinë edhe ekspozimi, le të themi, i kësaj lloji problematike që shprehet edhe në këtë lloj mënyre tek mediat ndërkombëtare. Kjo më duket se është qëllimi kryesor. Pastaj ajo pjesa që ne shohim, dhe deri kjo pjesë qëllimi është arritur. Gjithkohës nëpër lajmin e emisioneve flitet fakt për protestën. Disa ditë para protestave dhe gazetarët e shohim që interesohen si do të jetë protesta radhës etj. Protestat nuk kanë një ndryshim të madh nga njëra tjetra, por elementin e presionit e trysnisë përpara qeverisë e kanë. Është e qartë që ne do të ishim sot duke u ankuar ndaj opozitës, nëse nuk do të ishte duke organizuar protesta. Jo vetëm Partinë Demokratike, por edhe partitë e tjera. Pastaj elementi i apatisë që ne shohim, elementi i një mos pjesëmarrjeje masive që do të kalonte pastaj për masat e atyre çfarë kemi parë, që gjithsesi nuk është numër i vogël, po ta shohësh. Por fakti që nuk shohim aty gjithë Tiranën, ose që nuk shohim shifra të jashtëzakonshme, tregon fakt është dëshmi e një lloji apatie, dhe nuk e shikojmë vetëm tek protestat e Partisë Demokratike, por edhe partive tjera. Po të shikojmë, domethënë partive të vogla arrin mbledhin 100, 200, 500 veta maksimumi. Pra ka një lloj mosbesimi ndaj opozitës, por ka edhe një lloj frike, pse jo, ka shumë njerëz që janë të intimiduar nga fakti që mund eventualisht të vuajnë pasojat e pjesëmarrjes në protesta të tilla, dhe kjo ka vite që ndodh në Shqipëri, që në kohë kur nxirreshin njerëzit me zor nëpër protestat, nëpër ato mitingjet elektorale. Por kjo është situata. Protesta duhet pas parasysh që nuk mund të presim nga protesta që do rrëzojë qeverinë. Protesta është një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, dhe këtu koha është duke punuar në fakt në favor të opozitës, është qëndrimi i ndërkombëtarëve. E theksoi edhe zoti Berisha sot, se tha në qoftë se në 2021 filloi të shuhej Partia Demokratike apo ishim në një izolim të plot ndërkombëtar, sot situata është ndryshe. Për Partinë Demokratike ka ndryshuar pak situata, natyrisht, në raport me ndërkombëtarët. Kuptohet që problemi ekziston. Më tepër në rastin e zotit Berisha për shkak të non-gratave që ka marrë, por nga ana tjetër ne shikojmë që akujt kanë filluar të shkrihen, dhe më ka gjithmonë më tepër përfaqësues ndërkombëtar që shkojnë, që e takojnë edhe zotin Berisha në fakt, përfshirë nga ata që se kanë takuar më përpara, dhe megjithatë ky është vetëm një aspekt. Ajo që punon për fat të keq, le të themi, që shkon në kundër qeverisë, po në fakt është realisht kundër
kundër qytetarëve shqiptarë është shëngecja e procesit të integrimit në Shqipëri dhe ky është problemi madhor. Domethënë, opozita është e qartë që përfiton nga kjo lloj situate, por natyrisht ajo që e vuan për vendin nuk është as pak diçka e mirë. Anesi Barame